Zhvillimet e fundit politike kanë bërë që të gjithë të jenë sy e vesh nga kryeministri në detyrë. Por Kurti këtë hënë kur u pyet për seancën konstituive refuzoi të përgjigjet. Edhe këtë herë ishte fjalë pak. Jemi te konferenca ambasadorëve tani, për gjërat e tjera flasim tjetërkohë. Ndryshe nga kreu në detyrë i qeverisë, veproi ministri i detyrë i punëve të jashtme. Konjusa tha se kushtetuta nuk është shkelur, mirë po s'tregoi se kur pritet të mbahet një seancë radhës. Ne nuk mendojmë që është shkel kushtetuta. Kushtetuta, siç e dini ju, për shkak të këtyre momenteve dhe proceseve që i kemi kaluar, sidomos prej vitit kaluar, prej shkurtit do të thoja, zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, ka shku duke u interpretu. Nuk mendoj që është dramatike. Situata që shpe interpreton opozita. Nuk është dramatike. Domethënë është pjesë e formësimit të matutjeshëm konstitucional të vendit tonë. Kjo është e vërteta. Tash kur do të thirret seanca, nuk mund ta caktojmë. Me pastaj Kurti vazhdoi për të pjesa tjetër e konferencës me ambasador, por aty nuk u lejua hyrja medjave. Megjithatë, pas daljes Kurti dha një deklarim lidhur me marrëveshjet politike. Jemi në komunikim edhe do të përpiqemi për çdo ditë që të arrijmë marrëveshje politike në mënyrë që të shmangim zgjedhjet e panevojshme të parësyshme, sepse ato vetëm sa do të përsëriten. Pra u bëj thirrje edhe një herë liderëve të partive të tjera që të diskutojmë e të merremi vesh, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës nuk duan zgjedhje, duan zgjidhje. E zgjidhja është marrëveshja politike. Të shtunën u ndërpres sërish vazhdimi i seancës konstituive, vendim ky që u kritikua si nga partitë opozitare, ashtu edhe nga monitorues të punës së kuvendit.